Përshëndetje të dashur miq. Sot do të përgatis një krostat me kumbulla paksa ndryshe. Atëherë për këtë krostat kam 500 gram miell, kam 400 gram kumbulla, kam 300 gram gjalp. Gjalpin e kam prerë në kubik, është i ftohtë por jo i ngrirë. Kam një lugë me gjalp, këtë gjalp do ta përdor për të lyer tavën. 100 gram sheqer do t'i përdorim për kumbullat, do spërkasim kumbullat. Kam 200 gram sheqer për brumin. Kam një kokërvez dhe një majluge me krip. Këto janë përbërësit. Si fillim, do lyejm tavën me gjalp. Ndihmojemi me një furç. Po lyejm mirë tavën. Pasi kam lyer tavën, do ta spërkas me pak sheqer. Në këtë mënyrë, nëse keni dëshirë mund të përdorni edhe sheqer kaf, mua më pëlqen shumë. Atëherë, kemi shtuar dhe sheqerin dhe sipër do vendosim kumbullat. Do bëj po themi një shtrat me kumbulla dhe sipër do shtojmë brumin që ne do përgatisim. Në këtë mënyrë do t'i vendosim të gjitha kumbullat. Kumbullat i kam të lara dhe të prera në gjysmë. I ndajmë në gjysmë. Nëse keni dëshirë mund t'i ndani edhe në copa të vogla. Sipas dëshirës, njësoj do dalin, nuk do ta prishi recetën. Atëherë vendosim kumbullat. Në këtë mënyrë kemi rreshtuar të gjitha kumbullat. Dhe sipër do vazhdojmë dhe do shtojmë pjesën tjetër të sheqerit. Në këtë mënyrë i spërkasim përsëri me sheqer. Kemi përfunduar sheqerin dhe tavën tonë do ta kalojmë në njarë dhe do vazhdojmë me brumin. Atëherë, këtu kam miellin, tek mielli do shtoj kripën dhe gjalpin. Ky është një brum që do punuar me dorë. Atëherë në këtë mënyrë. Me dorë do punojmë gjalpin. Tham gjalpi është i ftohtë, duhet të jetë i ftohtë, edhe veza është e ftohtë nga frigoriferi, në këtë mënyrë. Do punojmë gjalpin me miellin. Do ta punoj mirë sa të shkrifërohet komplet gjalpi. Brumin e kam shkrifëruar për 10 minuta me duar. Po ta shikoni, ka bërë një përzierje shumë të mirë me gjalpin. Në këtë mënyrë. Dhe do shtoj sheqerin. Do ta përziejm që të vej sheqeri gjithandej. Dhe në fund fare kemi lënë vezën. Do ta punojmë përsëri dhe me vezën, sa të shpërndahet gjithandej. Është një brum shumë i lehtë, ama del shumë i shijshëm. Mund ta përdorni me çdo lloj fruti këtë lloj brumi. Çdo lloj fruti që ju keni qejf, ose mund të jetë sezoni, testinës. Del me të vërtet shumë e shijshme. Në këtë mënyrë e përziejm që veza të shpërndahet te gjithë brumi. Ta shikoni, është një brum shumë i shkrifur. Atëherë kemi përzier shumë mirë. Ky është brumi ton. Do marrim tavën që kam vendosur kumbullat. Dhe sipër do shtojmë të gjithë brumin ton. Atëherë kam shtuar brumin sipër, është gati, kështu siç e kemi, do ta fusim në furr. Furra gjithmonë e para ngrohur kemi thënë, 190 gradë për 40-50 minuta.
Ëmbëlsira ka përfunduar, është gati, del vërtet super e shijshme. Në qoftë se keni dëshirë, mund ta shoqëroni dhe me akullore. Provojeni se ka për t'ju pëlqyer shumë. Ju bëf të mirë, miq të dashur.